Të gjithë presin që do ta bënin Shtetet e Bashkuara. Në të kundërt, ping-pongu i goditjeve me raketa nga Irani në Izrael dhe nga Izraeli në Iran do të vazhdonte më gjatë se sa kaq. E qartë. Sa rrezik shihni ju tani e tutje tek vendet e tjera sikurse ka paralajmëruar Irani, apo sa të prekshëm jemi ne? Unë dëgjova pak edhe ju kërkoj ndjesë, sepse duke mos qenë në studio nuk e kam qartë, por ka një tendencë për ta paraqitur këtë si një luftë të re botërore që të përfshijë gjithë ato shtete, gjithë vendet e Xhirit, deri dhe Turqinë e kështu me radhë. Unë nuk besoj që ky është momenti për ta diskutuar këtë gjë. Unë mendoj se e gjithë përpjekja ishte për të shkatruar sistemin bërthamor të Iranit dhe mendoj se do ketë zhvillime të tjera brenda në Iran dhe nuk do ketë nevojë për një eskalim të luftës apo të konflikteve në vende të tjera, nuk ka arsye. Irani nga ne vetë po përpiqet të krijojë një koalicion aleatësh, duke filluar me Rusinë, me Kinën, me ato që zoti Elezej i përmendi pak si grupi i BRICS. Por nuk besoj që do të arrijë të ketë një sukses, që të ketë një mundësi për të përgjigjur edhe diplomatikisht sulmit amerikan dhe sulmeve të Izraelit. Përsa përket, desha të them kësoj edhe një gjë tjetër lidhur me dështimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s apo vetë OKB-s. Në fakt, dështimi ka filluar disa vite më parë, kur një nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit, Rusia, sulmoi Ukrainën dhe Kombët e Bashkuara nuk patën fuqinë për të vënë gishtin plagës, të themi, dhe nuk arritën dot që të frenojnë një konflikt të tillë. Kjo që ka ndodhur në Izrael, mes Izraelit dhe Iranit, është një çështje tjetër, dhe besoj që në ditën e vijim do të shohim interpretimet. Por një temë tjetër shumë e rëndësishme që duhet trajtuar lidhur me koalicionet është edhe ku janë rreshtuar tashmë vendet e perëndimit, janë me Izraelin apo me Iranin. Dhe Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Bashkimi Evropian në tërësi dhe gjithë bota perëndimore është rreshtuar krah Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së fundi edhe Kosova mbajti një qëndrim, një deklaratë të hapur publike për shprehur qëndrimin e vet në raport me këtë zhvillim. Unë mendoj se edhe Shqipëria duhet, pavarësisht disa deklaratave të presidentit Bajram Begaj, mendoj se edhe pas sulmit të fundit që është bërë në Iran, Shqipëria duhet të përcaktojë pak a shumë qëndrimet e veta, të cilat jam i sigurt që janë pro perëndimit, jemi pjesë e koalicionit perëndimor, por gjithsesi për të frenuar disa teori konspirative që nuk janë të dobishme, është mirë që të kemi qëndrime të qarta për të dalluar se me kë jemi në këtë konflikt. Dhe natyrisht që ne jemi pjesë e NATO-s, jemi në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi kandidat për Bashkimin Evropian dhe rrishtimi ynë është i natyrshëm me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni diçka për të shtuar? Nderuar, shiko, nisëm nga kjo e fundit, ku flitet për gjeopolitik është se këtu gjeopolitik po bëjmë, nuk po bëjmë diplomacia, po politikë. Sepse është e hapur dhe si tillë është publike dhe palët janë deklaruar për atë që thonë ta paraqesin. Ndërkohë gjeopolitika është konspiracion. Do të thonë është palosja e interesave të fuqisë së çdo shteti në përmbushje të interesave veta në zonat caktuara. Ne jemi pjesë e orientimit gjeopolitik perëndimor, pjesë e NATO-s, sikundër asaj që dëshirojmë për të Bashkimit Evropian, të cilit kemi një vizë sjellje që është unike, ne mbështesim Izraelin për shkak të asaj që Izraeli ka njohur Kosovën në dallim me Iranin. Po kur bëjmë analizë gjeopolitike, ne shohim gjërat jashtë çdo lloj paragjykimi, sepse i bën ashtu që të bëjmë të abuzojmë në çdo lloj drejtimi. Kjo absolutisht nuk të bën më patriot apo nacionalist, por ne në qasjen tonë do të kemi një kulturë strategjike që përballë skenarëve të ndryshme në analizën e mjedisit sigurisë, të cilët konfliktet na ekspozojnë dhe ku kanë përplasje të interesa gjeopolitike, të ta amendsojmë për çfarëdo lloje.